Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Sot do të flas për veçanërisht për persona që kanë probleme me faljen, për ata të cilët mendojnë se të falësh do të thotë të jesh naiv, të falësh do të merret si dobësi nga personat e tjerë. Pra sot do flas për faljen që shëron të ardhmen. Efesianë kapitulli 4 vargu 32, apostulli i madh Pali shkroi: "Por jini të mirë dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin, duke e falur njëri tjetrin sikurse edhe Zoti ju ka falur në Krishtin." Një nga historitë më prekse të faljes në historinë moderne është ajo e Nelson Mandelës, i cili kaloi 27 vite në burg i privuar nga familja, nga liria, nga dinjiteti njerëzor. Kur del jashtë burgut dhe bëhet presidenti i Afrikës së Jugut, bota priste hakmarrje prej tij, por Mandela bëri të kundërtën, ai zgjodhi faljen. Ndër shumë komunikime publike që ai bëri, tha: "Nëse nuk e lija urrejtjen pas mureve të burgut, unë do të isha ende i burgosur i saj." Falja e tij nuk e ndryshoi të kalurën e dhimbshme, por shpëtoi të ardhmen e një kombi të tërë. Pa falje, Afrika e Jugut do të ishte fundosur në gjakderdhje. Me faljen, ajo mori një shans për shërimin e saj. Kjo histori na tregon se falja nuk është dobësi, por është fuqia më e madhe morale që një njeri mund të ushtrojë. Gandhi do të thoshte: "I dobti kur nuk mund të falë. Falja është atribut i të fortit." Por Bibla shkon edhe më thellë. Falja nuk është vetëm akt force, por pasqyrimi i faljes hyjnore. Ne falim sepse jemi të falur. Çfarë është e rëndësishme që të kujtoni? Së pari, konflikti shpesh mund të jetë i pashmangshëm, por falja gjithnjë do të jetë zgjedhje. Në çdo marrëdhënie ka keq kuptime, fjalë të rënda, padrejtësi. Konflikti është pjesë e realitetit njerëzor, por falja nuk është automatike. Është një vendim i vetëdijshëm për të mos lejuar që e keqja të bëhet normë dhe të sundojë në zemrën tonë. Së dyti, mosfalja helmon marrëdhëniet. Mosfalja nuk e ndëshkon tjetrin, ajo na shkatërron ne. Kthehet në një lloj hidhërimi të brendshëm, në ftohtësi, në ngurtësim të zemrës, në mure të padukshme që ndajnë madje dhe familje, miqësi dhe komunitete. Siç dhe filozofi romak Seneca do të thoshte, zemrimi është një acid që dëmton më shumë enën e cila e mban. E pra, nxirreni prej enës së zemrës tuaj jashtë urrejtjen, mosfaljen. Së treti, falja është akt besimi. Kur ne falim, i besojmë Zotit drejtësinë që nuk e shohim menjëherë. Ne heqim dorë nga roli i gjyqtarit dhe ja dorëzojmë drejtësinë atij që sheh gjithçka. Falja është një deklaratë, e cila thotë: "Unë nuk do ta lejoj më këtë plag të drejtoj jetën time dhe të përkufizoj të nesërmen." Pyetjet që na sfidojnë sot janë këto: kë kam nevojë të fal? Mbase një bashkëshort, një prind, një mik, apo veten? Falja nuk do të thotë se ajo që ndodhi ishte drejt, do thotë se ti refuzon të jetosh më si sklav i saj. Falja është çelësi që hap derën e paqes së brendshme. Bëj sot një hap të vogël. Lutu për personin që të ka lënduar. Thuaj me zë të ulët: "Unë zgjedh ta fal atë person." Edhe nëse zemra nuk e ndjen, bindja do të udhëheq emocionet e tua. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti i dashur, të lutem më ndihmo të fal. Më ndihmo të çliroj jetën dhe zemrën time nga ky acid gërryes i mosfaljes. Nga kryqi unë kujtoj që ti the: "Fali o atë se nuk din që bëjnë", e unë sot ndjej thirrjen e kryqit. Të fal, të bekoj. Zot, ti më ke falur shumë më tepër se sa unë mund ta kuptoj. Ndaj lutem më jep një zemër të butë dhe vullnet të fortë, që të fal ata që më kanë lënduar. Largo nga unë hidhrimin, zemërimin dhe dëshirën për hakmarrje. Më mbush me paqen tënde që fal dhe shëron. Në emrin e Jezusit, birit tënd. Amen. Miq, Zoti ju bekoft dhe udhëheq në një jetë që fal. Shihemi nesër.